Gjendjen e vendit në raport me buxhetin e 2026-ës, që dojnë në studio me ishë Ministrin e Financave, zotin Aki Shatri. Mirë se erdhe. Zotin Shatri, kemi e fundit, nga dje kemi 21 organizatat shoqërisë civile që po kërkojnë nga presidentja që të ndërmjetësoj kuptoj qëllimin e tyre për të shmangur problemet financiare të vendit. Kanë të drejtë në mënyrën se si kanë përpiluar kërkesën e tyre ose mund të veproj presidentja diçka në lidhje me këtë çështje? Unë mendoj që e vlerësoj shumë qëllimin e mirë të shoqërisë civile për të angazhuar me mundësinë që i kanë në format që janë përpjek me shty gjërat e nevojshme përpara, por është çështje më shumë e interpretimit teoristëve, çështja se kush mund të ndikoj këtu në këtë rast presidentja. Unë sa kam lexuar edhe sa kam përvojë nga e kaluara në institucione, presidentja mund të ketë një rol që të nxjesë subjektet politike, të organizoj konsulta, të përshpejtoj disa procese, por ajo nuk ka të drejtë me urdhnu dikon me nxjerr buxhet, me bëu amandamentim ose diçka tjetër. Ajo ka të drejtë me strukturën e vet me propozu ndonjë ligj caktuar sipas kushtetute, por nuk e di këtu çka mundet më ndërhyj përveç me ushtru autoritetin e vet me qëllim mirë për me zgjidhë këtë çështje e cila është tepër akute për vendin. E vlerësoj këtë qëndrim të shoqërisë civile, por nuk është që diçka drejt për drejt ajo mundet me urdhnu me kompetencat veta pas me ndiku kështu si autoritet. Ashtu edhe ka thënë presidentja, Bekim Kupina nga kabineti, këshilltari i presidentës për televizionin ton, ka thënë se presidentja do të inkurajojë partitë politike që të bashkëpunojnë për ta shmangur çdo blokadë që mund të ndikojë negativisht në mirëqenien e qytetarëve dhe në funksionimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Ma përmendja mu në këtë linjen, por në gjendjen që jemi, ajo që po i referohen të gjithë është neni 31 i ligjit për qeverinë, a guxon një qeveri në detyrë të çojë projekt ligjin për buxhetin e 2026-s në Kuvendin e Kosovës? Unë dëgjova prononcimin e zotit Shala, edhe nuk kam qa mështu ma tepër. Ajo është një spjegim shumë profesional. Ne literatura e ligjit për qeverinë, tash nëse kthehemi mbrapa dhe mënyra që është aprovu ligji për qeverinë, të mos i përfill amendamentet edhe mendimin e opozicës, po vetëm me votat e partisë në qeveri, është aprovu, në mënyrë të njanshme tjera. Megjithatë, edhe po ta morrim si të mirëqen atë ligj, ai ligj përcakton për qeverinë në dorëheqje, që zoti Shala i shpjegoi 3 rastet kur kryeministri jep dorëheqje, kur me mocion mosbesimit ose kuvendi shpërndahet, qeveria është në dorëheqje, për ka kompetenca të caktuara deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Qeveria në largim, qeveria që i ka skadu mandati, nuk përfshihet në këtë unë nuk jam ekspert jurist, por mendoj që nuk jep kompetencë kësaj qeverie në këtë formë që është këtë cilësi. Në gjendjen që është aktuale. Ka shumë aspekte, i shpjegoi edhe zoti Shala, por mendoj që aspekti më i rëndësishëm është se një qeveri me mandat skadum, me propozu buxhet i cili shtrihet në aspektin kohor, në fushën e mandatit në një përbërje 3 qeverisë, nuk ka të drejtë. Nuk ka të drejtë, sepse aty përcaktohen politikat zhvillimore, politikat tjera, politikat e jashtme, të gjitha politikat e shtetit brenda një viti që vjen. Një qeveri e cila s'ka mandat, me çfarë kompetenca ajo e propozon numra edhe aprovon shifra me cilat do të implementohen ato politika. Pra është e pa kuptim.
Ajo që është për keqardhje është, do të thonë, një neglizhencë edhe një, si të them, nështë papjekuni, me qëllim, për 8 muaj nuk kanë mendu këta njerëz, 8 muaj 10 sa janë bo, prej zgjedhjeve, që do të vjenë funi vitit, dhe shteti nuk është ndërmarrje private me menu veç për interesa të ngushta personale ose të grupit, po ka, të thonë, shumë dimensione për cilat ata që janë caktu ose janë zgjedh me i menaxhu ato interesa, duhet më menu shumë edhe me përgjegjësi të madhe. Në këtë rast, pa pikë përgjegjësie, është zhagit 8 muaj edhe kemi ardhur deri në momentin që tash jemi para një situate kur rrezikohemi me mbet pa buxhet. Me mbet pa buxhet, Çka do më thonë? do më thonë mjanu qelsin drynën e shtetit. Thjesht. Mund me procedu paga, pensione, shpenzime vijuse, ku gjo. Apo na pret? Po, ti që aty kemi pru punën. Ta është duhet më mendu një zgjidhje, çfarë do të mundem që ta shtim mrena një kornizet buxhetore, ta improvizojmë disi, për më mujtë me bo një zgjidhje, për cilën nuk po shoh që ka disponim me bo këta njerëz që janë kompetent tash. Hiq, se në ty menu për atë punë. Që, ma e thjesht, tash po flasë si qytetar. Po dalin, shkon pares do konferenca që janë Babetina, kur qoheq. Ajo presidentja në Arabia tje, se di qëfar, a në kanë njohë, ata tonas në kanë njohë, do po dhe ja. Edhe hupin ku këtë, që thojnë një shprej popullore, Stamulli po digjet, plaka po krehet. Këta po krehen. Do thonë që janë të humorizmi këto problema, vla. Çka presim na për tyne? Duhet me pru shtetin në një situatë kur po falimenton. Apo a mundet me falimentu shteti? Si ndodh ky proces? Dëshira kuj për i plotësohet me këtë situatë që ja kemi pru veti na si shtet. E kuj a dëshira? Zoti Zhatri po përmendet kjo fjalë, falimentimi i shtetit. A mundet me na prit diçka? Kësa natyre? Mbyllen institucionet, s'më i funksionojnë, ç'është funksionojnë? A jep dikush naftë e benzin dikuj në vetur pa e pagu parët. Që ka më dhëtu? Ushtria, policia, emergjenca, spitalet. Që është funksionojnë ato? Rrymën janë olej, se është privat. Se e thjesht, shumë e thjesht, po s'kanë menu vëlla, që 8 muaj e kanë lënë kështu. Po ligje në fuqi e parashe, për shembull, në qoftë se zgjedhjet mohen në 4 muajt e funit, atëherë mundet qeveria, qeveria që është në proces të zgjedhjeve, me bo vazhdimin edhe 2 muajt e parë të vitit që vjen. Po me legjen vetëm 4 muaj, zgjedhjet 4 muajt e funit, po janë 8 muaj. Jo një vit. Është e pa kuptim, është shumë absurd është. Tani, ka pasur situata të ngjashme ndoshta nga kaluara në raport me ligjin? Ka pas situata kur në bozë. Çfarë mund të mësojmë, si ju keni përvojë institucionale? Ka pas situata, sa më kujtohet mua 2-3 raste mas shkollës pavarësisë, që nuk ka mujt mu aprovu buxheti deri me 31 dhjetor, e kanë zonë vit i ri pa buxhet të ri, po me një vendim të kuvendit është vazhdu edhe për janar, për shkurt dhe eventualisht edhe për mars, maksimum, nga 1/12 e mesatarës vitit që ka shku. Ajo është e rregulluar me ligj. Por kjo është thjesht ndryshimi i ligjit, sepse ligji për buxhetin i këtij viti thuhet që s'ka dënë me 31 dhjetor. Për të vazhdu kjo, i bjen një procedurë për ndryshimin e këtij ligji. Thjesht, një procedurë, thjesht, 2-3 fjali, po një vendim i kuvendit. Po kush e propozon këtë ndryshim të ligjit, mungon. Është e përcaktuar? Po, është e përcaktuar. Kush e propozon këtë ndryshim të ligjit, është e përcaktuar dhe është tash për tash skemi. Si dalim nga kjo situatë, zote Zhatri? Kemi edhe 3 minuta, domethënë. Po, i kam shiqu të gjitha mundësitë
Dhe ajo që ka kom vlerësu personalisht që mund ndodhë sepse në kushtetut janë disa njenet që përcaktojnë edhe funksionet e kuvendit e deputetve dhe aty shkruan që kanë të drejtë edhe deputet me propozu projekt ligje. Grupi deputetve ose komisionet. Por nëse pajtohen dhe këte nëse e kemi kuvendin plotfuqishëm. Kjo do të ishte një variant më e thjeshta, mu bo disa deputet me nënshkru, me marë projekt ligjën që është përgadit, ose me propozu vazhdimin për një 12 për janar edhe për shkurt, propozim ndryshimin e ligjit, ose ligjin e ri të buxhetit. Po ligji i ri buxhetit, pa komisionet mirëfillta, pa diskutime, komisionet profesionale që janë të aspekte të ndryshme, të thonë sektore të ndryshme, është problem mu diskutu. Në vendet tjera buxheti diskutohet ka 6 muaj një vetë. Na shumë herë e aprovojmë me procedurë të përshpejtume, mrena dite e aprovojmë buxhetin. Është e tmerrshme që ka punojmë na me ligjin e cili e përcakton bazën materialet punës së një shteti për një vit. Është ligji më i rëndësishëm vjetor, ligji i buxhetit që nxirret në Kuvendin e Kosovës. Na mrena dite shumë herë e kemi nxjerr. Ka ndodhur që e kemi vazhdu për janar dhe shkurt edhe në të kalumen, por kur kanë qenë institucionet kompetente. Tash, është një dilemë ende gjykata kushtetuese se ka thonë si shqetësim, po jo që dëshiroj ata më thonë nuk është konstitu kuvendi, por është dilemë edhe kjo, a mës eventualisht thojnë ata jo zgjedhja e këtij nënkryetarit minoritetit serb nuk është e lehtëshme dhe mundën edhe do jetë me zhagit edhe këtë çështje. Masanej komisionet nuk janë formu në kuvend ende, as kuço tjetër, të thonë jemi krejt në pezull jemi. Është shumë shqetësuese për mu, që është një rrethona, që është një këtë sferë tjetës shtetit, për mu është trishtuese. Kanë befasu këta njerëz. Projekcioni në pak sekonda, zoti Shatri, projekcioni juaj është pozitiv për vendin apo jo? Është shumë i zëmt. Shumë është i zëmt. Fatmirësisht sektori privat, iniciativa private e man dinamikën e zhvillimit vetë. Peshojmë këtë vit pa qeveri, po shkojnë 3-4% norma shtimit. Po sektori privat ka iniciativë, ka sens për me jetë për para dhe edhe në vitet 90, në zhvillu pak sektori privat, edhe në kushtet të okupimit. Dhe më tash që asi po nuk ka pas në dorë qeveria me i përkra, themi këtë vit kur fare, po edhe vitet ma para ka mungu përkraja, po sektori privat e gjanë rrugën. Zoti Shatri, falenderoj shumë që na u bashkove në studion ton në këtë ditë. Ju dëshiroj punë marë, dëshiroj që këto prognozat e mia mos më dalë, po. Faleminderit shumë.